kemi obligim me shpreh shqetësimin ton ndaj një deklarate të presidentes së Kosovës, zonjës Atifete Jahjaga, në intervistën e KTV-s, e cila thot se ne nuk do t'i lejojmë vajzat me shami në shkolla. Neve na vje shumë keq për deklaratën e saj, mirë po ajo është presidente e Kosovës. Me regjistrimin e fundit e popullsisë, Kosova ka 96% musliman. Realisht është presidente e muslimanëve. Presidentja e vendit duhet të jetë simbol i unitetit, mbrojtëse e kushtetutës dhe përfaqësuesve qytetarëve të vendit. Është e drejtë kushtetuese arsimimi i gjeneratave të reja. Prandaj, nëse ajo zonjë e ranë ka këto qëllime, pse nuk i lufton dukurit negative në shkollat tona? Pse nuk e lufton narkomanin? Pse nuk e lufton para 3 nete në emision lajme e patëm në shkollën Sami Frashëri, në zansat me thika e me revole? Pse nuk i lufton dukurit negative, po thot ne nuk do të lejojmë vajzat me shamia që t'jenë në shkolla, prej të cilave nuk e ka as damin më të vogël? Jo. Nëse ka gabu, duhet kërkoj falje publike, sepse është në nënshpim për muslimanët. Është synimi të gjithëve që secili ta ushtroj lirin fetare që i takon. Shamia nuk është simbol fetar. Shamia është obligim fetar. Kemi respekt ndaj të tjerëve, por nuk do të lejojmë që të na nënçmojnë. Nuk do të lejojmë që të na ishkelin të drejtat tona. Nuk do të lejojmë që të bëhemi servil për të tjerët për hatër të dikujt kujdo qoftë. Prandaj e lutim Zotin xhaleshanuhu që edhe ajo të vetësohet, edhe ajo të punoj, të shfrytëzoj aktet normative, të shfrytëzoj mekanizmat e saj të cilat i ka dhe të luftohen këto dukuri negative.